الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد Lavdi, falënderimi dhe adhurimi takojnë Allahut, krijuesit absolut të gjithësisë. Vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbulimin e tmetave tona, si dhe pranimin e veprave tona. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta, çdo herë dhe pa ndërprerje ja adresojmë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij, deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Besimtarë të nderuar, falenderojmë Allahun e Madhërisëm që na mundsoi përjetimin edhe të një Kurban Bajrami. Madje ky përjetim bëhet edhe më i bukur, edhe më i thellë, sa herë që i shoh fytyrat e njëjta, madje edhe të shtuara në xhamin tonë të bukur me këtë xhamat të mrekullueshëm. Sepse kjo tregon që jeni në shëndet të mirë, fatmirësisht, dhe një herët e mbi të gjitha tregon se vazhdojmë të jemi në rrugën e Allahut fuqiplot. Normalisht, me qenë se kemi kohë gjatë para vetes, për gjatë periudhës prej namazit sabahut deri në faljen e namazit të Kurban Bajramit, gjithmonë mundohemi ta shfrytëzojmë për të përquar disa mesazhe kuranore dhe pejgamberike, fillimisht ndaj vetes time, si nevojtar i madh të këtyre këshillave që jam, pastaj edhe tek ju, si vëllezërit e mi, si xhamati im, që meritoni çdo respekt. Dhe siç e dini, një prej ngjarjeve më madhështore kuranore është ngjarja e Ibrahimit alayhis salam me Ismailin alayhis salam. Dhe kjo ngjarje përçon mesazhe të shumta. Prandaj edhe është e udhës që pas një kohe të gjatë ta përkujtojmë, ta trajtojmë dhe të nxjerrim mesazhe jetike prej saj. Para së gjithash, Allahu në Kur'an tregon se ngjarjet më madhështore që përmenden në historitë e njerëzimit janë ngjarjet kuranore. Siç i thot në surën Yusuf Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, Nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas. Ne o Muhammed ti tregojmë ty ngjarjet më të mira me shpalljen e Allahut subhanahu wa taala. Për këto rrëfime, këto histori, këto biografi pejgamberike nuk janë të një autori njerëzor, të një njeriu, janë të Allahut subhanahu wa taala. Ai i cili di çdo gjë, ai i cili i ka krijuar njerëzit në përgjithësi e pejgamberët në veçanti. Ai i cili njeh çdo detaj të jetës së tyre. Dhe po i cili ka përzgjedhur që disa prej detajeve të jetëshkrimeve tyre të përçohen tek njerëzit mbar. Në veçanti tek ne si besimtarët të Allahut subhanahu wa taala, nga sa Allahu dëshiron që të na mësojë modelin më të mirë të qenit lider, të qenit kryefamiljar, të qenit fëmijë i hajrit, të qenit njeri i devotshëm mbi të gjitha dhe para së gjithash. Ibrahimi alayhis salam, siç e dini, është një prej pejgamberëve më të sprovuar. Prandaj hyn në kategorinë e ulul azmi min ar-rusul. Ata 5 pejgamberët më të veçantë që janë sprovuar shumë në jetë. Nuk ka pejgamber që nuk është sprovuar. Pra çdo pejgamber i Allahut është sprovuar, madje me sprova të rënda, por 5 prej tyre dallohen sprova. E një prej këtyre 5 është edhe Ibrahimi alayhis salam. Sepse Ibrahimi alayhis salam, siç e dëshmon edhe historia e vërtetuar nga Allahu subhanahu wa taala, është sprovuar në shumë aspekte jetësore. Është sprovuar me popullin e vet. Është përsekutuar në mënyrë mizore. Siç e dini, është hedhur për së gjallë në zjarr. Është katapultuar madje, që tregon se zjarri, cilin e kanë përgatitur ata, ka qenë jashtëzakonisht i madh. Saqë transmetimet tregojnë që edhe zogj që kanë fluturuar mbi atë zjarr
me njëherë ka ndra për tokë për shkak të nxehtësisë madhe, për ka qenë shumë i lartë. Dhe para mendoj një përs gjalli është katapultu për mu djeg në shenjë dënimi, vetëm se ka thirrë në besimin e pastër në një Zot. Është përballë me popullin e tij me vite të tëra. Me familjen tonë dhe më u marr për disa vjetë dhe mos më dëgju vazhdimisht është torturë e madhe. Që i ke bo vetë, i ke rrit, i ke eduku, i ke ushqy. Edhe vazhdimisht, me i thire, mos më të ngu, me i thire, mos më të ngu, madje me trajtu në mënyrën më të keqe të mundshme, vallahi është sprovë e madhe. Ai me krejt popullin është sprovu kështu. Me krejt popullin është sprovu. Janë të paktë ata që i kanë besu. Pastaj është dëbu për vetëlindjes, pa drejtësisht. Ka jetu me vite të tëra pa fëmijë. E ka sprovu Allahu si ka dhënë fëmijë. Deri në pleqëri të shtyrë. Tek pastaj Allahu ja çon Ismailin alayhis salam. Edhe kur Allahu ja çoi Ismailin alayhis salam, si dhuratë në pleqëni e sprovoi me të. Pra me loshkën e zemrës. Çat loshkën e zemrës që dha Allahu në pleqëni e urdhoi Zoti më amar. Para mëne, sprovë mbi sprovë. Por pas çdo sprove, ai reflekton të devotshmëri. Prandaj Allahu e përmend këtë në Kur'an duke thënë: "Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun." E kur Ibrahimi u sprovua me urdhrat e Allahut subhanahu wa taala, por ai i përmbushi ato. Pra nuk ka urdhër të Zotit që nuk e ka çuar në vend. Nuk e kanë kontestu asnjëherë. Kur se ka vënë me dyshje urdhrin e Allahut xhella xhelalu. E ka përmbush me njëherë pa asnjë diskutim. Ndonë se secili urdhër ka qenë më i vështirë se sa tjetri. Secila prej tyre ka qenë sprovë mbi sprovë. Pra njeriu nuk ngritet tek Allahu me rahati, por me sprova të përballuara dhe të tejkaluara me iman. Zatën kjo është esenca e gjithë jetës sonë. Thelbi jetës është me u testu, me u sprovu. Ashtu siç ndodh në shkollë. Ne shkojmë në shkollë edhe testohemi. Çdo sfidë në fazën shkollore dhe arsimore është sprovë me vetë, por janë sprova kualifikuese. Ne gjithë e dim që kur shkojmë në shkollë nuk kemi rahati. Do të më mundu, do të më mësu, do të më angazhu. Secila klasi ka peripecitë e veta, sfidat e veta. Secila periudhë avancuese, shkencore, shkolla fillore, e mesme, ajo akademike, e kështu me radhë, i ka sfidat e veta. Gjitha këto janë sprova, por janë sprova kualifikuese. Prandaj ne e dim që janë sprova, por megjithatë i synojmë ato, sepse e dim që avancojmë në jetë, kualifikohemi në jetë. Në jetë është edhe me sprovat e jetës. Allahu na sprovon. Allahu na sfidon, sepse na teston. Allahu dëshiron që prej brendive tona me i nxjerr më të mirat tona, me i shpërfaq vlerat tona reale që shpesh nuk ja dim as vetes. Sa herë ndodh që njeriu nuk e din se sa mund me duru derisa i vije sprova, pastaj e kupton. Ka raste që njeriu nuk e din që aq shumë ka kapacitet për me mësu, për me përfitu në njohuri, sa që derisa nuk sfidohet, nuk e di. Sa raste kemi që nuk e di robi që ka aftësi dhe imagjinat kreative për me kriju biznes, me zhvillu biznes, derisa nuk sfidohet, nuk e di. Gjitha këto janë sprova, por njëherët janë edhe kualifikime në jetë. Pra sa më e madhe sprova, aq më e madhe bëhet mundësia për mu afru me Allahun subhanahu wa taala. Prandaj Allah e përmend modelin pejgamberik, sepse ata sa më shumë që janë sprovu, aq më shumë me Allahun janë afru. Nuk janë largu, janë afru. Subhanallah, Allahu po ju merr, këta po afrohen. Allahu po i godit, këta edhe më shumë pedojnë Allahun. Allahu po i trondit me sprova, këta edhe më qetë po ndihen në raport me Allahun subhanahu wa taala. Pse? Besimi, imani në atë se Allahu nuk sjell keq. Nga Allahu nuk vije ligësi. Por ne jemi në test për Allahu, për atij që është për plot urtësi, mirësi, begati, mëshirë. E kështu me radhë. Allahu ja dha dhuratën që e priste ka herë Ismailin alayhis salam. Edhe ai u lidh shumë
emocionalisht me Ismailin. Edhe është krejtësisht normale, sepse ai pas një kohë të gjatë arriti me pas fëmijë. Sepse ai dëshironte me trashëgu lozën e pejgamberëve pas tij. Ai dëshironte që përmes pasardhësve të tij mu përçu fjala e Zotit në tokë, mu ndryshu njerëzimi me të. Por kishte ëndra jo personale, por kauzale. Kishte ëndra për me përparu njerëzimi përmes pasardhësve të tij. Prandaj edhe sinqeriteti që e ka pas Ibrahimi a.s. ka bërë që me arrit gradën e babës së dytë pejgamberëve. Kush është baba i dytë i pejgamberëve? I pari është Ademi a.s. Edhe i pejgamberëve dhe njerëzimit në varë. I dyti është Ibrahimi a.s. Se për dy bijve të tij rrjedhin gjithë pejgamberët pastaj. Prej Ishakut rrjedhin gjithë pejgamberët, vetëm për Ismailit rrjedh më i miri, i vetmi dhe kurora e pejgamberisë Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Ai e deshi shumë Ismailin. U lidh fort me të edhe vazhdimisht e konsideronte si dhuratë nga Allahu subhanahu wa taala, sepse realisht fëmijët janë dhuratë prej Allahut. Prandaj Allahu vetëm dy kategori në Kur'an i quajnë dhuratë. Edhe kur na mëson me ju lut Allahut, na mëson me ju lut për me ju quajtur si dhuratë. Gratë e mira edhe fëmijët e hajrit. Pse gruaja është celula e shoshnisë, prej saj rrjedh çdo mirësi, me ta dhënë Allahu gruan e mirë, ta ka dhënë dhuratën e madhe. Edhe pasardhësin e hajrit. Prandaj Zekeria a.s. po ashtu dhe Ibrahim a.s. kur e lutnin Allahun, e lutnin Rabbi hebli, o Allah më dhuro mua dhurrijeten salihin, pasardhës të hajrit. Pra nuk thonin o Allah më begato mua me evlat hajrit, o Allah më jep evlat hajrit, po o Allah më dhuro evlat hajrit, sepse është dhuratë e çmuar dhe e jashtëzakonshme. Edhe Allah e përgëzoi, febesharnahu bi ghulamin halim. Ne e përgëzuam me një djalë të urtë, pra i butë, i durueshëm, i qetë, halim, do thotë një djalë i kuptueshëm, i qetë, i urtë, largpamës dhe i dëgjueshëm. Pra, prindrit nuk duhet mu mjaftu vetëm që fëmija të jetë i zgjuar, apo të jetë i suksesshëm, i arsimuar e i talentuar. Por para se gjithash, prindrit duhet me pas fokusin kryesor tek devotshmëria atyre. Sepse kur ka devotshmëri, do të ketë edhe arsimim të mirëfillt, edhe edukim të mirëfillt. Edhe do të shpërfash për talenteve ti, konform kësaj devotshmërie. Pra do të di se si ti zbuloj ato dhe se si ti pranoj e ti përdor ato në jetën e ti në përgjithësi. Pastaj duhet të synoj që fëmia i tij bëhet i butë, ashtu siç bëri Ibrahimi a.s. me Ismailin a.s. E mbi të gjitha që të jetë i lidhur me krijuesin fuqiplot. Dhe kjo është kryesore. Pra çdo prind duhet ta ketë parasysh se këtë dhuratë Allahut fëmin do të me pasi dhuratën më të çmuar. Ajo që vije nga Allahu do t'i dorëzohet Allahut. Kjo dhuratë e çmuar, që është fëmia, një ditë kam ju kthy Allahut. Pra ne si prindër që jemi, kemi emanet, kemi përgjegjësi që këto dhuratë të Allahut me i dorëzuar tek Allahu në mënyrën më të mirë. Pra me edukat lartë, me devotshmëri të thellë, me butësi të theksuar. Pastaj edhe me arsimim të mirëfillt, edhe me përkrahje maksimale nga ana jonë, me aq sa kemi mundësi dhe me aq sa na mundsojnë edhe rrethonat të cilat ne jetojmë. Por Ibrahim a.s. u sprovu rand. Sa e rriti Ismailin, sa e burnoi, sa e përgatiti për mision në rrugt të Allahut, i erdhi urdhrimi e sakrifikuar ata, me bë kurban. Edhe ju e dini që një dele kush për e blen pej muslimanëve për me bë kurban, edhe pse kështu e kalon Allahu, edhe disa ditë dikush e mban në shtëpi dhe fillon e lidhet me të. Dele është, dash është. Para mendoje e vladin me bë kurban. Nuk është sprovë lehtë. Është për sprova më të mëdha që mundet më sprovu dikush pej robëve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fi al-manami anni adhbahuk fanzur madha tara. Kur ai arriti moshën që të punonte, bashkë kur ju ka bë krah. Bashkë kur ka pas nevojë shumë për Ismailin, me anxhit dorën, me i ndihmu, Allah e urdhnon me bë kurban.
Tani shikoni mënyrën se si Ibrahimi a.s. I qaset djalit vet. Ja bunayya inni ara fil manam anni adhbahuk. O djalim, unë po shoh në ëndër, e ëndra pejgamberëve ka qenë shpallje, se unë po të bëj kurban. Nuk I ka thonë direkt Allahu po më urdhon mua me të bëti kurban, ja ka rujt ndjenjat. Ka thonë unë po shoh në ëndër, Ismaili e ka ditë që ëndra pejgamberëve është shpallje nga Allahu subhanahu wa taala, që unë ty duhet me të bëj kurban. Edhe më një herë pasoi përgjigjja nga djali I zgjuar, I edukuar, I devotshëm, tha if'al ma tu'mar ya abati, if'al ma tu'mar, o baba im, bëj atë që je urdhëruar për të bërë, se tajiduni insha Allah min as-sabirin, mua me lejen e Allahut dhe me ndihmën e Tij do të më gjesh prej durimtarëve. Pra, sa prindi mirë ka qenë Ibrahimi a.s. E sa shumë ne kemi nevojë, fillimisht unë si prind, pastaj edhe ju të rit, se prindrit tanë fatmirësisht e kanë kalu me sukses tesin e tyre ndaj nesh, prandaj jemi këtu ku jemi, në çfarë rrethona na kanë rrit, dhe në mënyrën se si na kanë eduku, e çka kanë përjetu, elhamdulillah kanë arrit me çit diçka ndrit. Pa do të arrijmë na me çit diçka ndrit, kjo është çështje tjetër. Prandaj është mirë me përkujtu shumë modelin e Ibrahimit a.s. se si e ka eduku evladin e vet, se si e ka trajtu evladin e vet, dhe se çfarë prindërie ka shpërfaq nga ana e tij. Fillimisht ka eduku me dialog. O djali jam, unë po shoh ëndër që po të bëj kurban. Nuk u kon pak punë kjo, bagi punë e madhe u kon. Pastaj afërsinë që e ka tregu me të, butësinë, respektin, edhe mënyrën se si ka ndërtu bindje te Ismaili a.s. Kjo është më madhështoria. Pse përgjigja e Ismail nuk ka qenë rastësishme. Përgjigja e tij ka treguar dhe ka dëshmuar për edukimin e mirëfillt që ja ka bërë djalit vet. Donse bëhet fjalë për një periudhë shumë të shkurtë kohore, domethënë ka qenë adoleshent Ismail a.s. Ama këshuni çfarë përgjigje, çfarë qasje burnore ka pas, çfarë bindje në Allahun subhanahu wa taala. O bab, veproj atë që të është urdhëruar pranës Allahut, se mua do të më gjesh prej durimtarëve. Subhanallah. Si me pyet djalin tem tash Sufjanin e më thon, Allahu më ka paraqit vizionin në ëndër që unë do të më të bëj ty kurban. Tash djali jam është 15 vjeç I madhi. Çfarë përgjigje kisha më pritur unë tash prej tij? Çfarë do përgjigje që të kish dhënë ai, kjo tregon për edukatën që unë ja kam dhënë. Në këtë rast, çfarë do përgjigje që I ka dhënë Ismail a.s. babas vet, tregon se sa mirë ka edukuar Ibrahimi a.s. djalin e vet. Nuk I tha pse unë bab, nuk I tha kjo është padrejtësi, as nuk I tha nuk du. Ka pas drejt mi thon këtu. Ka pas drejt mi thon pse më bab bash une, pse jo djali I filanit më bë, pse bash djali yt, djali I pejgamberit. As si ka thon po më bësh padrejtësi, as si ka thon peshu I shfarën tënde, as si ka thon s'po du. Krejt çto ka mujt më I thon. A më ka thon if'al ma tu'mar, me qetësinë maksimale, o bab, veproja ato që të është urdhëruar, mua do të më gjesh prej durimtarëve. Pra më bën kurban pas një problem. Bindjen e thellë në Allahun subhanahu wa taala që e kanë pas babë e birë, se e kanë ditë sado që ky urdhër në dukje është shumë I rëndë, po në përmbajtje është I lehtë. Sado që në dukje duket shumë I vrasht, në përmbajtje është I butë. Sado që në dukje duket krim, me vra e vladin, por në përmbajtje devotshmëri, sepse pe Allah nuk vije vetëm se mirësi. Prandaj e kanë qetësuar zemrën, para se me dorëzu qafën për mu bë kurban, e dorën për me thirr djalin e vet, e kanë dorëzu zemrën tek Allahu subhanahu wa taala. Kjo është kulminacioni I devotshmërisë së një njeriu, të një besimtari. Pra, kur fëmia rritet me namaz, me Kur'an, me iman, me respekt ndaj Allahut subhanahu wa taala, atëherë në momentet më të vështira, ai nuk rebelohet ndaj Zotit, por dorëzohet ndaj Tij. Që do të thotë, na duhet me I rrit evlat ton me frymën e devotshmërisë, me I lidh me namaz. Namazi është garanca kryesore për fëmijët tonë, që I mbron
I mbron gjithë, në veçanti të rit, sepse rinia janë ata që më shumë t'i sprovohen, sidomos në fazën rinore, dhe në qoftë se në rini tregojnë devotshmëri edhe mbrohen, pastaj në faza tjera e kanë shumë më lehtë, sepse pjekuria shtohet. Dhe kur një i ri nuk dorëzohet para sprovave të joshjes, të mashtrimit, të manipulimit, të mëkateve në përgjithësi, kjo tregon se ai ka marrë edukat mirëfillt prej prindërve të tij. Prandaj këta fëmijë, këta pasardhës, lej ku dush nesër. Këta gjëra kanë me qenë dobishëm. Çoj midis haramit, këta kanë me përkujtu Allahun subhanahu wa taala. Unë për ja u tregoj rastin tim personal. Në kohën kur kemi jetu na, apo kur kemi përjetu atë fuqinë rinore, edhe fazën ma impulsive rinore, ka qenë me njërë pas luftës. Me njërë pas luftës. Si fazë, si periudhë ka qenë shumë e vështirë. Se e dini shumë mirë, me njërë pas luftës, ka qenë shumë matri, nuk e din, po prindit e din. Me njërë pas luftës ka qenë shumë problem për këtë shtetin, për këtë popullin, e jo ma për një rini, që ka qenë e stërmbushur edhe e akumuluar me shumë nervoz për asaj që ka ndodhë për armiqve tanë, edhe ju ka dhënë mundësia me tregu pak vetën. Si lagje kemi qenë për lagjeve me plot respektin, po ma problematike. Si shkollë kemi qenë një për shkollave ma problematike. Rrethin shoqëror që e kum pas, fatkeqësisht nuk e kum pas shëndosh. Fatkeqësisht nuk e kum pas shëndosh. Pra, sa herë më shdonë mundësia me bë harama të mëdha, sa herë më shbo mundësia me e hidhru Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe unë kam qenë i ri, edhe unë jam josh. Ama veç më kujtojshin fjalët e babës tem. Edhe të nanës tem. Allahu mi lasht e mi shpërblet në dynjën ahiret. Veç më thoshin mos e harro Allahin. E vlad shoku të shkojsh, nas jemi me të pa, ama Allah të që. Wallahi l'adhim. Wallahi l'adhim. Jam sprovu me sprova shumë të randa. Ama veç më kujtoj ka Allahu subhanahu wa taala, edhe thësha çka i thomun Allahut nesër? Edhe veç e ndalësha vetën, subhanallah. Krejt që to janë falë edukatës që ne kanë thonë që ta prind. Pse? Na kanë rrit me namaz. Na kanë eduku mu falë pej 7 vjeç, e na ka urdhnu pej 10 vjeç, që është edhe me sunet të Resulullah. Na kanë lidh me Kur'an. Unë e kam ndjek rrugën e hifzit, rrugën e hoxhallëkit, falin sistimit babës tem. Masallahu, baba em është sebeb, më ka thonë e vlad, kam qef këtë fëmijët e mi me kry medresën, e tani mas medresës jini të pjekur me zgjedh vetë. Vetëm drejtim harami mos zgjidhni. Çka doni bani, ndash mjek, ndash politikan, ndash ekonomist, ndash jurist, është çështje jotja. Po bazën, temelin du me pas shnosh, du me më shku në medresë. Edhe elhamdulillah që kemi pranuar. Po du me thonë që shumë është me rëndësi me apliku qëto që i ka apliku Ibrahimi a.s. Na është sa kemi mundësi, në rrethana tona, me që ato mundësi që i kanë pas, e kanë bë maksimumin prindit tonë. Me këto mundësi që ne i kemi, që ne fatmirësisht kemi shumë më tepër se sa prindit tonë, na mujna me kriju një gjenerat shumë të shnosh. Na mujna me dhonë njerëzimit në përgjithësi e umetit në veçanti, një gjenerat aq të shëndosh, aq premtuese, aq vizionare, që vallahi botën mujnë me ndryshu. Botën mujnë me ndru pozitivisht. Sepse kemi edhe disa elemente shumë pozitive, kemi një rini shumë kreative, kemi një rini shumë dashur, një rini që ka shumë aftësi. Nëse na dimi orientu këta me iman, me devotshmëri, me lidhje të drejt për drejt me Allahun subhanahu wa taala, wallahi, ky është kontributi më i madh që mujna mja bona shoqënisë tonë, edhe njerëzimit mbar. Prandaj, nëse na arrim me eduku fëmijë që janë të lidhur me Allahun, ata kur nuk rebelohen ndaj Allahut. Përkundrazi, sa herë që do të sfidohen, do të sprovohen, ata Zoti do t'i nënshtrojnë. Zoti do t'i afrojnë edhe më tepër. Sepse fara mbillet në fëmijëni. Fëmia edukohet në fëmijëni. Fëmia drejtohet në fëmijëni. Sikur bimën që e mbjell, sa është syth, e ja vendos një shtak për me drejtu, sepse është i njom, drejtohet lehtë,
po nuk e vendose sa është syth, sa është fidan, kur të rritet shtrembër, pastaj çka do që ti vendosësh vetëm e them. Kështu është edhe me fëmin. Nëse nuk e ke drejtuar në fëmini, pastaj më veç e them, veç e dëmton. Ai rritet që është shtremt ose drejt, varësisht se si ka ndërmarr masat edukative prindi vet. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, tash erdh kulmi i dorëzimit ndaj Allahut. Erdh koha me realizu Ibrahimi a.s. së bashku me Ismailin a.s. urdhrin e Allahut. Edhe Allah në detaje po e shpjegon. Thot, e kur ata të dy ju dorëzuan Allahut, eslema, dorëzim të plot, me tërë qenin e tyre, se Allah për ndryshe nuk kish me përmend fjalën eslema, ju kanë dorëzu Allah. Me tërë qenin ju dorëzun urdhnit të Allahut, wa tallahu lil jabin, edhe e vendosi me ball, nguri, edhe po e mprej thikën, Ibrahimi a.s. Sa ma shumë. Transmetimet tregojnë që ja ka vendos thikën, që e ka mprej vetë, edhe e ka mprej sa ma shumë që ka mujt Ibrahimi a.s. që sa ma lehtë mi u bo kurban e vladi. Mos me ndi dhimbjen. Sa ma lehtë. Transmetimet tregojnë, thënë, disa herë ja ka bo në fytë, pësën e ka prej. Allahu s'ka liu. Pra, do më thonë, derin qëtë nivel Allahu ka prit mi a dëshmu këta sinceritetin Allahut. Por jo vetëm mi a afru e pas taj mi a thonë Allahu dashin, jo. Allahu kalon deri në fund, apo e zbatojnë ato që po e thonë. Për mu bo model për neve, se Allahu e ka ditë që kush janë ata. Po Allahu ka dash mi që përfash vlerat e këtyre dy figurave madhështore, njerëzore, pejgamberike, që na me pas modelin e pasimit. Kur si ka prej mo disa herë, edhe s'ka thonë, jam mos po më therë, pelon, s'ka thonë Ibrahimi. E ka pas rastin me thonë, e ka pas mundësinë se për e vlad për bëhet fjallë. E ka pas rastin me thonë, jo valloj, s'po prej ta di pelon, ka diçka këtu. Po ti gjithë ditë me gojë thuj që ka dushë, Allahu ta di zamën. Atëherë Allahu ka ndërhyë dhe e ka zbrit. I ka thonë, misioni ju kry me sukses. Ju e dëshmuat sinceritetin tuaj. Ju e kalu testin, faqe bardh, e tash, mos e bën Ismailin kurban, se kurbanin të bi pe xhenetit. Edhe ja ka sjell Allahu subhanallahu dashin pe xhenetit. Allahu është fuqiplot. Ai që ka kriju qitë edhe tokën, ta sjell edhe dashin pe xhenetit. Sepse ai e ka në dorë kohën, ai e ka në dorë energjinë, ai e ka në dorë materjen, ai e ka në dorë gjitha krijesat që i ka kriju, prej hiçit. E për to është shumë e lehtë me ta dërzu edhe me ta sjell një dash pe qiellit. Qashtu që ta ka sjell në tokë, ta sjell edhe pe qiellit, sikur se ka ndodhur me Ibrahimin alayhi salam. Pra dorëzimi i Ibrahimit edhe Ismailit tregon se ky e ka sakrifiku djalin, ai ka sakrifiku jetën, më të shtrenjtën. Vallahi për prindin është shumë më e lehtë me ia marr jetën atij se sa jetën e djalit të tij, të vladit të tij. Tash Ibrahimi po e sakrifikon më të shtrenjtën e tij, që është djali i vetëm që e ka pas. E Ismaili po e sakrifikon më të shtrenjtën e tij, që jetën që e ka. Se për to më e shtrenjta ka qenë jeta. Të dytë po e sakrifikojnë më të shtrenjtën e tyre për Allah. Subhanallah. Çfarë modeli madhështor i devotshmërisë. Pra imani i vërtet nuk është vetëm me fol për Allahun. Imani i vërtet është me u dorëzu urdhnit të Allahut me dëshirë dhe me dashuri. Jo me nënshtrim. Me dëshirë, nëse Allahu na thot që kjo është halal dhe që kjo është haram, afrojsh ti halal dhe largojsh ti harami, këto do të me bë me dëshirë, me dashuri, jo me imponim. Dhe ky është niveli më i lartë i devotshmërisë. Prandaj dallojnë ata që i ruan haramit prej zorit, prej tutës, prej atyne që i ruan haramit prej dashurisë. Pra, nëse dikush për shembull ka mundësi me bë zina, edhe i kujtohet Allahu, kjo është devotshmëri, edhe nuk bën zina. Pse s'bën zina? Jo, thotë se Allahu më dënon ditë gjykimit. A është devotshmëri? A është devotshmëri. Po kush është kulmi i devotshmërisë? Kur atij jepet mundësia me bë dua, me bë zina, edhe ai nuk bën zina, jo pse i kujtohet dëshkimi i Allahut, po nuk bën zina pse i kujtohet dashuria ndaj Allahut. Allahu akbar. Këta janë ashikat e Allahut. Ata që digjen për Allahun subhanahu wa taala.
Të dyja janë devotshmëri, por kjo është me dashuri, kjo është e veçantë. E Ibrahimi a.s. edhe Ismaili a.s. janë nënshtruar Allahut përballë kësaj sprove shumë të rëndë me dashuri, jo me imponim. Prandaj Allahu e ka vlerësuar dhe ka thënë felemma aslama, kur janë ndërzuar Allahut me tërë qenien e tyre, pas një mendyshje, pas një hezitim, me tërë qenien, do ta bëj vladin kurban për ty, o Allah. Ismaili, do të bëhem kurban për ty, o Allah, me dashurinë më të madhe. Allahu i ngriti, edhe i bani model për gjithë njerëzimin. Sa ngjarje ka ndodhur në botë, e ndodhin, ama nuk përmenden çish përmendet ngjarja e Ibrahimit dhe Ismailit a.s. Pse? Është kulmi i devotshmërisë, që mundet dikush me shpërfaq para Zotit të gjithësisë. Çasti i mëshirës hyjnore, kur erdhi dashi, wa nadaynahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya, ne e thirrëm thot Allahu subhanahu wa taala, pra ndërhyrja qiellore, ndërhyrja hyjnore, momentin që këta ja dëshmuan Allahu sinqeritetin dhe devotshmërinë, ndërhyrja Allahu, i thirrja Allahu, kjo është vlerë e veçantë. Vetë fakti që i ka thirrë Allahu, se Allahu po thotë fanadaynahu ay ya Ibrahim, ne i thirrëm o Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, ti e vërtetove, e dëshmove ëndrrën. Këtë rast e realizove urdhën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kur zemra e provoi dhe dëshmoi se Allahu ishte më i dashuri për ta, sprova mori fund. Prandaj kur zemrat tona sprovohen, edhe ne dëshmojmë Allahu subhanahu wa taala sinqeritetin tonë, dashurinë tonë për të, në sprovë, në moment kur ne goditemi për asaj sprove, a mendoni ju që Allahu na lë pa mëshirë? A mendoni që Allahu na lë pa zgjidhje? Absolutisht jo. Wallahi, sa më herët, sa më shpejt që ja dëshmojmë Allahun në sprovë, dashurinë tonë që e kemi për të, gatishmërinë tonë për më dorëzu urdhnit të Allahut, përmes kësaj sprove që po na ndodh, aq më shpejt dhe aq më lehtë ka marrë zgjidhja dhe mëshira për anës Allahut. Sa më shumë që e vënojmë dorëzimin përballë sprovave, ndaj Allahut mëdhërisëm, aq më shumë na vënohet edhe zgjidhja. Pengohet edhe mëshira. Se s'ka mundësi ti mja dëshmu Allahu, sinceritetin tonë, Allahu mos me lëshu rahmetin e tij. S'ka mundësi me ndodhi një gjë tillë. Absolutisht s'mund me ndodh. Nëse s'mund me ndodh në relacionet tona ndër njerëzore, ndër familjare, ndër kolegiale, ndër shoqërore, si mund me ndodh në relacionet tona me Allahun subhanahu wa taala, me burimin e mëshirës, dashurisë, të kujdesit, të mbështetjes, të përkrahjes, s'ka mundësi me ndodh. Kjo ngjarje na mëson disa mësime. E para për tyre është dashuria për Allahun duhet të jetë mbi çdo dashuri, mbi çdo gjë, mbi çdo interes, mbi çdo dëshirë, mbi çdo dashuri. Askush nuk e meriton dashurinë, vëmendjen më të madhe se sa Zoti i gjithësisë. Sepse askush s'na ka dhënë më shumë se sa Zoti i gjithësisë. Prandaj kujdoj që t'i japim vëmendjen më shumë se sa Allahut, i kemi hyrë hak Allahut. Kujdoj që i japim dashni më shumë se sa Allahut, i kemi hyrë hak Allahut. More bab, more non, more evlat, more pasuni, karrier, mik, dashamir, kush do që tjetë, edhe me yll në balë me qenë, edhe me të bo ata gjatë gjithë jetës mirë, ekskluzivisht veç me ty mu marë, vazhdimisht me të bo mirë. S'mujnë mja kalu Allahu që ka bo për ty, s'mujnë mja kalu Allahu. Mjafton që jetën të ka dhonë, mjafton që të ka përzjedhë për gjitha krijesave të veta, ty jetën të ka dhonë. Për pos kësaj, të ka bo shef dynjas, në epicendër të universit e ka vendos njeriu. Ty të ka bo, të ka thonë timonin e dynjas, ka thonë ketë kjo dynja, ketë kjo gjësi është kriju për ty. Edhe të nënshtru ty. Me botë bimore, me botë shtazore, me çdo gjë që ka për rreth nesh, krejt këto janë besu njeriut, edhe janë nështru njeriut. Ta ka thonë mundësin, e kjo është ajo që jep kuptim edhe ekzistencës tonë, edhe çdo gjë tjetër, pastaj me njoft Zotin, me adhuru Zotin. Sot bota një mbi 8 miliard njerëz, Allahu i ka zgjedhë zemrat tona, subhanallah. Sot ne e festojmë Kurban Bajramin, falënderim dhe Allahut. Sa miliarda njerëz tani në këto momente bëjnë immoralitet. Dikush vjedh, dikush vret, dikush manipulon, dikush dëmton. E ne adhurojmë Allahun e Madhërisëm. Wallahi kjo është përzgjedhje hyjnore. Nuk është përzgjedhje njerëzore. Allahu i ka zgjedhë zemrat tona. I ka spikat. Ne ka dhënë vlerën më të madhe, imanin. Ne shohim me dritën e zemrës, me nurin e
e shpirtit, me iman. Ne nuk i japim Allahun për asgjë kësaj bote. Prandaj vëmendjen kryesore do të mja dhënë Zotit. Dashnin kryesore do të mja dhënë Zotit, qysh edhe ka vepruar Ibrahimi së bashku me Ismailin. Ata nuk i dhanë përparësi as fëmis, as pasurisë, as pozitës. A ka pozitë më të madhe se sa pejgamber? S'ka. Nuk i dha përparësi. As njerëzve, familjes, edhe atyne që i rrethojnë në jetën e tyre në përgjithësi. Por besimtari i vërtet e vendos Allahun mbi gjithçka. Pastaj edukimi i fëmijëve fillon me iman. Ismaili nuk u bë rastisht i devotshëm, por ai u rrit në një shtëpi me tauhid, me njëshmëri, me njësimin e Allahut madhërisëm. Vazhdimisht e ka edukuar Ibrahim a.s. me dashurinë e Allahut. Ja ka bërë të njohur Allahun, i ka folë për Allahun, i ka folë për qëllimin e jetës. Pra ja ka mbjell imanin në zemër me këshilla të vyshme, të dobishme, me këshilla jetike. Sa flitet në shtëpitë tona për Allahun? Sa flitet? Sa për nesh ju flasin fëmijëve tonë për Allahun? A e kemi në baza ditore këtë këshill? S'paku edhe për disa sekonda për mja kujtu Allahun. Fëmijëve tonë. Me i thonë, mos haro, Allahu është me ty. Vallahi që kjo fjalë, pa pas nevojë me filozofu, pa pas nevojë me bos bërthimet mëdha. Vetëm që kjo fjalë, a di sa harun me evladin, veç me i thonë, evlad, kur e qet pi shtëpis, mos e haro Allahun. Dije që Allahu të çe ku ti je. Evlad, unë s'muj me të përcjell, ama Allahu të përcjell. Ki kujdes. Me lloj-lloj njeri ki mu shoshnu, ki mu taku. Lloj-lloj vajze ka me të afru. Ki kujdes. Lloj-lloj mundësie, lloj-lloj shoku ka me të josh, ka me don mundësi, me vepru diçka të caktuar, ki kujdes. Kaq, çështje sekondash, ama është mbjellje, është iman. Pastaj me ia kriju bindjen në Allah, jo thjesht fjalë, thjesht retorik, bindje, me ia mbjell bindjen fëmijëve tonë, se Allah ka. Se një ditë kena me dojë para madhnisë Allahut, se një ditë kemi me dhonë llogari për çdo vepër që na bëjmë. Kur na krijojmë bindjen fëmijët tonë, s'ka fuqi botërore që mundet me i lajthit ata. S'ka. Që mundet me i deviju. Që mundet me i fut në harame. Nuk ka, vallahi nuk ka. Se fuqia e imanit dominon përballë çdo fuqie tjetër. Se fuqia e imanit e instaluar në zemër, e kultivuar në shpirt, bën që ai me pas mburojën kryesore në jetë. Prandaj i vlerëson ato që i paraqiten me nurin e imanit. Madje as me kthjellësinë mendore të tij, as me inteligjencën e tij, që mund ta ketë shumë të lartë, nuk i analizon këtë gjëra, po i analizon me shpirt, me nurin e imanit, të ka dalë që kjo vepër që mu po më ofrohet, që kjo mundësi që mu po m'jepet, ai i dhron Allahun, çka i them unë nesër Allahut? Çka i them nesër Zotit kur më thot, pse e bëna që të keqe? Çka i them unë? A pa të mungu diçka? Jo. A të dha çaj më shumë se të kam dhënë unë? Jo. Atë pse? Pse u korrite me Zotin? Që kjo fjalë është bindje. Pastaj më jam mësua adhurimin, se imani nuk është vetëm fjalë goje. As deklarat verbale, por është praktik, veprore, me dëshmu Allahut, me jam mësu namazin fëmijëve. Pse pejgamberi Allahut vetëm për namazin e ka përdorur këtë shprehje. Ka thonë, mësoni fëmijët e juaj me u fal kur janë 7 vjeç. E imponoja unë kur bën 10 vjeç. Në Islam a ka imponim? S'ka imponim. Për të vetmin ibadet që na thot pejgamberi Allahut, me imponim jam mësu fëmijëve, është namazi. Pse fëmijët nuk janë vetëdijshëm? E kur mirët namazi, mirët pe fëminis. Kur krijohet bindje, pe fëminis. Kur përjetohet si ibadet, pe fëminis. Dhe me qenë se fëmijët nuk janë në gjendje, nuk janë vetëdijshëm me i kuptu edhe mirësit e praktikimit namazit, por edhe rrezikshmëritë e praktikës së namazit, neve si prindër na obligohet me u imponu namazin, siç ja imponojmë shumë gjëra në jetë. Janë disa imponime brenda edukatës. Për shembull, a lën fëmin me vjedh? Se lën, ja imponon. Ja imponon me rujt nderin. A mund me thonë dikush, pse ti pja imponon fëmis mos me vjedh? S'mund me thonë. A lën fëmin me çnderu dikon? Se lën. Kërkush në botë mund të me thonë, ti qenke i pa drejt, ti qenke zullumçar, pse? Ti s'pelen fëmin ton me bo zina.
S'ki të drejtë me bëni gjë të tillë. Pra në kuadrët e edukatës janë disa imponime. E në abecedën e imponimeve edukative kryeson namazi. Nëse ja imponon namazin për 10 vjeç, ai kur mos ka me lënë namazin. Kur mos ka me lënë namazin. Pse? Ati i bëhet bindje, ati i bëhet mënyrë jetese, stil i tjetuarit i bëhet namazi. I bëhet gjak namazi, s'mund me paramendu jetën pa namazaj. A mund me paramendu jetën pa ngrënë pa pi? Njëjtë s'mund me paramendu që shpirtin du të me lënë pa ushqim. S'mundet. Se e din që si funksionon shpirti pa ushqim. E ushqimi kryesor i shpirtit është namazi. Pastaj më janë mësu sakrificën. Du të me rrit burra e burnesha. Jo fëmijë të ligë. Alamet burra ka pas ky umet, 13 vjeç, 14 vjeç, 15 vjeç, 16 vjeç, 17 vjeç, hala pa i mrit 20-at, kanë bo vepra madhore. Vepra madhore. Para mënej 16 vjeç, Usame ibn Zejdi, komandant suprem i ushtrisë muslimane. Ushtare ka pas Ebu Bekrin, ushtare ka pas Omerin, ushtare ka pas Othmanin, Aliun, burrat më të mirë të umetit i ka pas ushtar. 16 vjeç u bo komandant suprem. Pse? Baba e vetë Zejdi e ka prodhua ato. Se dhe vetë ka qenë komandant suprem. E ka burnu. Erkam ibn Ebil Erkam. 15 vjeç e ka lshu shpinë vakëf. Në kohën më të vështirë të jetës Muhammed Mustafas dhe të muslimanëve. 15 vjeç, ka thonë që shpinë teme merë ja Rasulullah, edhe thirrë nuk Zotit sa të dush. 13 vjetë është bërë dhe vetë në qatë shpi. 13 vjetë. 3 vite është bërë fshehur azi, në njërë sekrete, komplet sekrete. 10 vite është bërë hapur, është kuptu ku po mlidhen, ama prap ka vazhdu pejgamberi Allahut që aty me i mlidh burrat. Kjo vedije ka i ka ardhë këti. Ka i ka ardhë vedija, 15 vjeçarit me thonë, ja Rasul Allah, shpia jeme është shpia jote. Mlidhi burrat, thiri njerëzit. Prej qëtu. Edhe kërkon mos shko tjetër, mos u lodh, që tu të shtëpia jeme marrë. Kam kriju burra, kam prodhu gjeneral të artë. Ebu Gjehlin armikun më të madh, pejgamberit Allahut, a dini kush e ka vrarë? Një 13 vjeçar dhe një 14 vjeçar. Në luftë. Kur e kanë pa Ebu Gjehlin në fush betej, edhe kanë folë me zveti, kanë thonë, a on që ky që e armiku i Resulullahit, qaj që e ka dëmtu shumë Resulullahin, sallallahu alaihi wasallam. Po që ky është, hajde shkojmë ta vrojmë. Natë e dytë, të marrim hak për pejgamberin Allahut. Edhe kanë shku qashtu fëmijë 13-14 vjeç, para me Ebu Gjehli ka qenë shumë i trajnuar, familje aristokrate, njëri që ka ditë kalorim, ka ditë me luftu, ka qenë shumë i fuqishëm në dy luftim. 2 fëmijë, njëri pe anash, njëri pe tjetër, e kanë hutu, e kanë nxu pikalit. Po e kanë nxu pikalit, pastaj e kanë vrarë. Edhe pe krenarisë madhe kanë shku pejgamberit Allah mi kallëzu, tash ky po thotë ja unë e kum vrarë, ky po thotë ja unë e kum vrarë, cili mi marr meritat, se kanë bërë punë të madhe. Kum marr hak për pejgamberin Allahut. Pejgamberi te dy te keni vrarë. Te dy te keni vrarë. Ka ju ka ardhur këtyne që kjo vedije. 13 vjeçarit, domethënë me pas çasi vedijet nal me marr hak për pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam. Aty ka qenë Ebu Bekri, kanë qenë alamet burra, si ka shku në mend çto me bë. Ju ka shku këtyne dyve, fëmijë. Edukata. Ata janë rritë në frymë edukative, burnore. E sot fatkeqësisht, djali 35 vjet, çështjet elementare të jetës nuk i din. 35, jo 15 vjet, 35 vjet në telefon, në PlayStation. Hadë fëmijëve ju ka hije, ama kur pishobe do alamet burra, më të lut në PlayStation. Këtë në rregull, s'po them që është haram, luni ka pak, këtë në rregull. Ama kryeni be do punë pak më të rëndësishme. Martoju, krijo familje, luj tani, edhe me gru, edhe me fëmijë, luj edhe PlayStation, s'është problem. Amo hec zina hapin e jetës, vizion be na du të me rrit njerëz vizionarbe, që vendit du të mi bas zgjidhje, që botën du të me ndryshu. Prej shkretinës e kanë ndryshu botën. Prej shkretinës e kanë ndryshu, e kanë gjallëru, e kanë lulëzu krejt botën. Fëmijët e sahabëve. Kanë prodhu shkencëtar. Kërkush njerëzimit si ka ofru zhvillim shkencor sa i ka ofru umeti islam. Krejt shkencëtarët e din. Veç që do e pranojnë publikisht, do e pranojnë privatisht. Krejt e din. Periudha e mesjetës, që të tjerët e quajnë periudha e errët, ka qenë periudha e artë për muslimanët.
Prandaj ata e kanë quajtur periudha e errët. Pse? Bota shkencore ka frimu përmes muslimanëve. Çfarë shumë i ka dhënë shkencë Islamin. Sot muslimani se lexon një broshurë. Një broshurë në muaj se lexon. S'po thon në javë. Në muaj se lexon një broshurë muslimani. Gjithë ditë telefon ama nuk lexon kur gjë. Librin e Allahut se lexon, Kur'anin se lexon, që është sistem jete pa to zbot. Mos flasin pastaj që nuk lexon edhe vepra tjera. Kjo gjendje tregon për mos kujdesin tonë ndaj pasardhëve tonë. Ta nuk kemi të kriju na frym shkencore në për shtëpiat tona. Nuk kemi duke i dhënë përparësi arsimimit dhe edukimit të shtëpiat tona. Jemi të bëj super tolerant, ultra tolerant që kjo ka më na u përkthy neve krejt në dëmtim. Mas pori na kena mu dëmtu si prind. Se jemi të tepruar me tolerancë. E shef fëmin me telefon në dorë, 2 vjeç, 3 vjeç, 4 vjeç. I nervozohet fëmia, i kanë fëmia që merre, e qetëson nona fëmin. O, si të e qetësu, vallahi në qafje të e marë. Vallahi në qafje të e marë. I të e shkatru me zemër, me tru, me krejt që ka. Mos ja jep telefonin, merja telefonin, po qanë, le të qanë, ma mirë le të qanë a i sot, se ta qanë ti nesër. Le të qanë. S'pa thëmë janë ndalu krejt, ama me përcaktu një mosh. E jo fëmija si po fillon me pak e me një drejtën telefon. Na jemi të i marë në qafë. Wallahi na jemi të i marë në qafë. Ti disiplinojmë fëmijët, ti burnojmë fëmijët, ti flasim për vizion, ti flasim për Allah, ti flasim për Rasulullah, ti flasim për këto shembuj, për këto modele të papërsëritshme në historinë e njerëzimit. Le ti marrin model heronjtë dhe heroinat e umetit, që i kanë dhënë njerëzimit çdo gjë që kanë pas, që kanë krijuar një model të pashembull. E jo me marr modele ku e di se çka. Filoni pas ka bo karrierë, edhe çka ka bo karrierë, çka ka bo? Çka i ka ofruar njerëzimit ai vëlla? Çfarë vlere i ka dhënë njerëzimit? Çtu ka lëzëm ti mu? Çka ka bo ai për nderin e njerëzimit, çka ka bo ai për moralin e njerëzimit, për zhvillimin dhe arsimimin e njerëzimit, çka ka bo ai? Shuri këta që kanë. Çto shembull jepja, çto modele ofroja fëmijëve tu. Pastaj sprovat janë rrugë ngritjes, jo e uljes. Kjo që i ka ndodhur Ibrahimit dhe Ismailit alayhim assalam, është dëshmi e drejtë për drejtë se sprovat janë rrugë e ngritjes. Kushdo që ishte ndryshe e ka gabim. Njeriu mendon pse po sprovohem. Po çka nëse Allahu përmes asaj sprove po do me të pastru? Ka diçka në brendin tonë që ti se din, Allahu do me ta pastru. Ta çon sprovën, çfarëfaqet e mbrëmshme jote, dobësia jote, smundja jote, edhe Allahu ta pastron. Çka nëse Allahu përmes asaj sprove po do me ta afru? A din çfarë vlerë është me ta afru Allahu? Me ta afru një njeri që ka fuqi. Si kishe më undi, i nderum, apo i ofendum, i nderum, i privilegjum, ma i forti i dynjas, kushdo që tjetë ai, politikan apo jo politikan, i nën tokës apo i mbi tokës, kushdo që tjetë, e dim apo nuk e dim. Nëse ta kiznon ty mundësin, 5 herë në ditë me kontaktu me ty, në mënyrë speciale, të veçantë, a kishe mundi i nderum, ja, zakonisht i nderum. 5 herë në ditë për na thret Allahu për takim me të, me bisedu me Allahun, namazi është bashkëbisedim me Allahun, na po i themi jo Zotit. Po themi jo Zotit. Ati që ta ka dhënë jetën, ta ka kriju gjithësinë, po ta ruan pulsin e zemrës, po ta ruan shëndetin, familjen, ti po flan rahat ai po kujdeset për pulsin tënd. Na po themi jo Zotit. A në fund e dim krejt që ta i kemi më kthy, se për ti kemi ardhur. A ka nderim më të madh se sa me komuniku me Allahun, me jetu me Allahun, me krijuesin e gjithësisë, s'ka. Veç se janë derë e hyrjes në dynja, prindrit tanë meritojnë respektin maksimal njerëzor. Veç se janë derë. Po ai që ka kriju këtë derë, a nuk e meriton respektin më të madh? Padyshim se po. Pra i kemi disa borxhe në ndaj Zotit, që na duhet me i la, që na duhet me falënderu Allahun për to, e me qenë mirënjohës ndaj tij. Pastaj dorëzimin ndaj Allahut sjell vetëm lehtësim. Momentin që sprova mbaron, e na nuk dështojmë sprov, Allahu lëshon mëshirë, Allahu lëshon rahmet, Allahu jep zgjidhje. Por na duhet m'ia tregu Allahut bindjen, durimin, edhe Allahu e hap pastaj çdo mirësi për ne. Kaq sa i përket kësaj këshille, nuk e di a ka ardhur koha, ka hyrë koha. Allahu ju shpërblet për dëgjimin. Lut Allahun e madhërisëm që kudo që t'jeni, me ju kaplu mirësia e tij, me qenë të lumtur në dynjë në ahiret. Lut Allahun që neve edhe pasardhësit tanë me i përzgjedh për njerëzve më të devotshëm që ekzistojnë dhe që jetojnë. Lutim Allahun që neve me na bëj modelin më të mirë prindror, e fëmijët tanë me i bëj modelin më të mirë fëminor. Lutim Zotin e gjithësisë që këtij vendi me i dhon mirësi, për nga nuk e pret, me na ruaj për armiqve të brendshëm e të jashtëm.
me arru qetësinë, begatin, e mirësinë që ajo e ka, edhe me na bashku në xhenetet më të larta, qysh na ka bashku në këtë shtëpi të Zotit, në këtë vend dhe në këtë nënqiell. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.